është e vërtet ajo që thatë ju në fund. Në fakt, është e vërtet që edhe Evropa tani edhe ishte diçka pozitive, sepse e kuptoi edhe vetë administrata Trump, si në opinionin e brendshëm amerikan, ashtu edhe të jashtëm, që pa Evropën nuk mund të ecet më tej. Të paktën pa konsultime më të qoftë dhe formale. Po do të thoja që ky është një ndryshim kozmetik, themi në diplomaci, pra nuk është në përmbajtje në thelbin e problemit. Problemi nëse ai e do e ka seriozisht është kur të konsultohet me Bashkimin Evropian. Pra çfarë duhet bëjmë ne që ta detyrojmë Putinin që të pranojë anëpushimin dhe të futet bisedë me paqe? Se Putini është problemi, Rusia është agresori, Ukraina nuk është problem. Përkundrazi, ai nuk e ka këtë qasje, ai thjesht do ta fusi, ta komprometoj dhe Bashkimi Evropian me Britaninë në tavë, që i themi ne, pra në lojë që ja, unë dhe me ata u mora vesh, po problemi është që me aleatët, ka thënë dikur Schröderi, i tha ish presidenti Bush, duhet jo vetëm të konsultohesh që unë do të bëj këtë apo do të bëj atë, por dhe nëse duhet bësh të apo dhe atë. Kjo gjë tek Trumpi nuk ndodh, ajo që thatë ju është plotësisht e vërtet, ai nuk ka një interes për këtë punë, e ka shprehur që shkoj erdhi në pushtet, ai e tha edhe tani që mund të largohet në rast se të dy palët nuk bien dakord, sepse kjo është luftë e Bidenit, tha ai, nuk është lufta ime. Pra ai po kërkon tani vërtet një rrugë dalje për ta lënë më njanë këtë konflikt se nuk i intereson dhe për të marrë me çështjet e biznesit, me çështjet e fitimit. Por si thatë ju, është një kurth për të, sepse as opinioni publik amerikan, as republikanët vetë, as Evropa dhe të tjerët, nuk do ja pranojnë një tradhti, ta themi kështu shqip, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Ukrainës, ndaj demokracisë, ndaj vlerave dhe parimeve themelore, por interesave të përbashkëta të Shtetet e Bashkuara me Evropën. Prandaj dhe Evropa e ka kuptuar këtë gjë dhe po merr masa, por ajo çka mund bëj Evropa tani për tani janë vetëm vendosja e sanksioneve. Paketa 17 është gati, sot besoj miratohet, dhe ndërkohë do vazhdojnë përgatitet për mbrojtjen me thirrjet ekspertëve më të mirë që Gjermania dhe Evropa, jo më për 2-3 vjet, as për 18 muaj, po për 12 muaj të jenë gati për çdo sulm të mundshëm nga ana e Putinit, e Rusisë, e cila e ka ndarë mendjen do shkojë deri në fund Ukrainës, me qëllim që më vonë të shpërndahet dhe në vendet e tjera. Dhe për këtë ka viston, qoftë dhe formale, qoftë të heshtur, qoftë dhe miqësore të presidentit Trump, fatkeqësisht. Mirë, gjithsesi, presidenti Trump tha se nuk flet tani për sanksione sepse do t'i japi edhe një mundësi, por ndoshta duhet presim dhe të shohim se çfarë do të bëjë Amerika nëse sërish zoti Putin dështon që të ulet në bisedime dhe t'jap zgjidhje. Më lejoni të përmend një thënie të një koleges tuaj, domethënë të gjermane, po gazetare si ju me shumë përvojë dhe eksperte për sigurinë, Claudia Major, dje pardje në shtypin gjerman është nga ekspertët më të mira të sigurisë dhe të medias, ajo ka thënë një gjë të bukur. Perëndimi dhe Amerika dhe Trumpi vërtet që po mundohen ta përdorin diplomacinë si një mjet për paqe. Por Putini po bën të kundërtën e atyre. Ai diplomacinë, këto negociatat, po i përdor si mjet për të vazhduar luftën, për të pushtuar Ukrainën. Pra ajo që është paqe për Evropën dhe Amerikën është pushtim për Putinin. Dhe kjo thënie ka gjetur jehon të gjerë dhe është e vërtet. Pra Putini po luan me kohën, po përfiton kohë nga Trumpi, nga lëkundja Trumpit, nga mos interesi i vërtet geostrategjik i Trumpit për Ukrainën dhe për Evropën. Mirë, kthehemi pak tek marrëveshja me Bashkimin Evropian me Britaninë e Madhe. Çfarë do të thotë kjo marrëveshje për Europën, por dhe për Britaninë? Me dy llafe që shfirim është një exit nga Brexiti. Në Shqipra është një dalje nga dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, po shumë e gjatë, prandaj se mund ta kritikoj në një dëgjues nga ata që na ndjekin me shumë respekt, pra është një exit tingëllon bukur nga Brexiti fiks 5 vjet pasi Britania doli, por jo hyrje në Bashkimin Evropian, absolutisht jo. Është siç u tha edhe nga Starmeri, nga von der Leyen, nga Antoni Di Costa, nga të mëdhtë e Evropës, Britanisë, një kapitull i ri në historinë midis dy vendeve tona, një partneritet i shnuar strategjik, një lajm dhe një ngjarje e madhe, qoftë për Britaninë, qoftë për Bashkimin Evropian, sidomos në kushtet aktuale siç thamë ne, kur kemi rrezikun rus, kur kemi Ukrainën. Është një marrëveshje e gjerë me 24 pika, pra me një listë të gjatë, thotë Starmeri, të avantazheve dhe të pikave që përfshin kjo marrëveshje, por në radhë parë kryesore është kjo, fryma.
ka rëndësi që Britania e kuptoi kjo qeveri gabimin e madh fatal që bëri me Brexitin në 2016. Dhe që për asaj kohë Britania nuk ka gjetur rahat. Unë po jap një shembull edhe për dëgjuesit ta bëjmë konkrete. Në 37 vitet e fundit, nga 79 deri në 2016, Britania ka ndryshuar 5 kryeministra. Gjithsej. Ndërsa në 9 vitet e fundit, që janë bërë akoma 9 vite në fakt, nga 16 deri tani janë ndryshuar po 5 kryeministra. Dhe ma që këtu bëhet fjalë për këtë. Mos përmend pastaj ekonominë. 4 për cilëve konservator. Po, me 20% eksportet, programit Erasmus rinia nga 145.000 student, tani ka rënë në 70.000. Pra është një fryma, tregon atë përkushtimi britanik për të bashkuar me Evropën në frym, politikisht, jo konkretisht për të bërë pjesë në lëvizjen e lirë të Evropës, diçka për cilën Evropa, siç e kemi thënë dhe më parë bashkë, ka shumë nevojë, si për Britaninë, ashtu dhe për Turqinë.